Nisja e vitit të ri akademik për Fionën, vajzën nga Prenjasi që për herë të parë ulet në auditor, është e mbushur me emocione. Ajo rrëfen se ardha në Tiranë nuk ka qenë e lehtë, megjithatë ka gjetur ndihmë tek të afërmit. Normal që kam pas emocione, kam akoma. Tani kam akoma më shumë. Kisha edhe gocat që ishte mia nga rrethi im, edhe ishte pak më lehtë për gjetur shtëpi, se kam edhe të afërmit e mi që më ndihmojnë këtej nëpër Tiranë, ndërsa u ambientova. E vendosur në zgjedhjen e saj, Fiona ka përqafuar farmacinë, një degë që sipas saj lidhet edhe me pasionin për mjekësinë. Në fillim prita për mjekësinë, pastaj për farmacinë nuk kam pritur shumë, tek raundi i dytë ose i tretë. Ishte një nga degët e para, në këto degët e mjekësisë. Mendoj se kam bërë zgjedhjen e duhur. Në këtë fillim viti nuk mungojnë as këshillat e atyre që tashmë kanë kaluar emocionet e para të auditorëve drejtuar studentëve të rinj. I shikoj që kanë shumë emocione, po them, dhe bëjmë pyetje të cilat normalisht lidhen me mbajtjen e notave, po unë do thosha që të kenë dëshirën e madhe që të marrin dijas. Në nisje të këtij viti akademik, mbi 19.670 maturant janë drejtuar për herë të parë universiteteve të vendit, duke u parafruar shifrave të një viti më parë, ku u regjistruan të paktën 20.000 maturant. Megjithatë, raundi i dytë i regjistrimeve, i cili vijon deri më 8 tetor, do të sjellë një rritje të numrit të regjistruarve. Maturantët do të kenë në dispozicion edhe fazën e lirë, që mbyll procesin e plotë të pranimeve.